Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Edhe sot do të vjojmë me shpjegimin e 3 parimeve të Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, elzëllallahu lahu al-ajra wa thawab. E pasi morëm bazën e parë, që është njohja e Zotit të adhuruarit të vetëm, dhe baza e dytë ishte njohja e fesë islame me argumente. Baza e tretë është njohja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Thot imami, baza e tretë është njohja e profetit tuaj, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i cili është Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Hashimi ishte prej Kurejshve, Kurejshët ishin nga Arabët, ndërsa Arabët janë prej pasarzve të Ismailit, birit të Ibrahimit el Khalil, miku të afërt të Allahut. Mbi të dhe profetin ton qofshin salavatet dhe selamet, dhe ai jetoi 63 vjet tot, ku prej tyre 40 vjet para profecisë dhe 23 vjet si profet dhe i dërguar. Kjo është baza e tretë. Njohja e profetit tuaj, thot imami, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra që çdo musliman duhet të mësoj diçka rreth prejardhjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, të mësoj faktin që ishte nga Arabët dhe ishte nga fisi arab më i mirë nga të gjitha fiset e tjera. Prandaj ai më pas u bë dhe profet dhe i dërguar dhe ishte thirrës drejt Allahut të lartmadhëruar në tauhid. Thirrë njerëzit në tauhid, në veçimin e Allahut në adhurim, dhe i parandaloi ata nga shirku. Pra, dhe realiteti i kësaj bazeje bëhet duke mësuar diçka rreth jetë përshkrimit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Jo se ka detyrë çdo musliman të mësojë gjërat specifike, detajet e hollësishme rreth jetë përshkrimit, por të mësoj gjërat kryesore të jetë përshkrimit të profetit sallallahu alaihi wasallam, me të cilën plotësohet dëshmia Muhamedi është i dërguari i Allahut me argumente. Prandaj kur ti thuhet muslimanit që ti thua eshhadu anna Muhammadan rasulullah, ti thua që unë dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Allahut, dhe pyet dikush për njerëzve, kush është Muhamedi, thot. Prandaj ai duhet të ketë një njohuri rreth profetit sallallahu alaihi wasallam, se pastaj do t'i thotë ai tjetri që e pyet, nëse e kap gafil dhe ai nuk di diçka prej jetë përshkrimit të profetit sallallahu alaihi wasallam, o thotë që atëherë kjo dëshmia që ti pretendon nuk është e saktë, sepse ti dëshmon për një njerëz që nuk e njeh. Prandaj muslimani duhet të mësojë diçka rreth jetë përshkrimit të profetit sallallahu alaihi wasallam, që quhet në shkencën islame sira, quhet jetë përshkrimi i profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu plotësohet kjo pyetja e tretë, që është edhe pyetja e tretë që do t'i drejtohet kur t'i jetë në varrin e tij. Do t'i thuhet kush është profeti yt. Dhe muslimani dëshmon se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Pra autori më pas thot, ai është Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, thot. Për sa i përket emërtimit të tij me emrin Muhammed, kanë dy mendime dietarët. Disa dietarë thonë që ky ishte një emër me të cilin nuk u emërtua askush prej arabëve para tij. Ky është një mendim i dietarëve, që emri Muhammed nuk është përdorur para tij, dhe ai ishte i pari i cili u emërtua me këtë emër. Disa dietarë të tjerë thonë, dhe ky është një mendim që është më afër të vërtetës, është një emër që ishte përdorur, por ishte përdorur shumë pak, emri Muhammed, në 2-3 raste. Dhe kjo është më afër të vërtetës, siç e kanë treguar historianët, të cilët kanë folur për jetë përshkrimin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Cili është kuptimi i emrit Muhammed? Muhammed është ai i cili ka shumë lavdërime. Është një emër që përmban cilësi dhe veti të mira, dhe që ta meritoj pra këtë emër Muhammed, njëri që lavdërojnë njerëzit për besnikërinë, për virtytet e larta, për edukatën, për moralin e lartë. Prandaj edhe gjyshi i tij, gjyshi i profetit sallallahu alaihi wasallam,
e quajti Muhammed sepse shpresonte që ky djalë nesër deri të bëjë një njeri që do të lavdërojë nga të tjerët. Dhe ashtu ndodhi. Dhe emërtimi i tij me këtë emër Muhammed ishte edhe në kontekstin e optimizmit, sepse arabët kur ishin që linte dikush në të porsalindurit, i vendosin emra duke shpresuar anën pozitive tek ai fëmijë, që nëse do të bëj dikush, siç ndodhin me emrin Khalid. Ja vendosin dikujt emrin Khalid, që të ishte njëri, Khalid është i pavdekshëm, si kuptim. Ja vendosin Khalid që të ishte njëri që do të jetonte gjatë, duke anuar nga ana e optimizmit, që të kishte jetë gjatësi si njeri dhe të jetonte gjatë. Ndërsa tek emërtimi i profetit sallallahu alajhi wasallam me Muhammed, pra shpresonin që të bëjë njeri që të kishte cilësi dhe veti të larta. Pra ai është Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim el-Qureshi, ishte nga fisi el-Quraysh, dhe Qurayshët janë arabët më të mirë, madje elita e arabëve ishin Qurayshët. Ata janë fisi më i mirë nga fiset arabe. Dhe prej tyre ishin Qurayshët, siç ka ardhur në një hadith ku i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë inna Allaha stafa Kinanatan min waladi Ismail wa stafa Qurayshan min Kinane. Me të vërtetë Allahu i lartëmadhëruar përzgjodhi Kinanen nga fëmijët e Ismailit dhe zgjodhi Qurayshët nga Kinane. Pra Qurayshët ishin më të mirët e Benu Hashimit. Dhe Benu Hashim, dhe më i miri i fisit Beni Hashim, kush ishte? Ishte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte njeriu më i mirë i fisit Beni Hashim, siç ka ardhur në një hadith të saktë ku dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë: "Fa ana khiyarun min khiyarin min khiyar." Unë jam më i miri, më i përzgjedhur nga më të përzgjedhurit, nga më të përzgjedhurit, nga më të mirët. Dhe Qurayshët ishin nga arabët. Kur thua arab, janë dy gjëra. Janë arabët, që janë arab të pastër, dhe ata kanë ardhur duke u të kurur si popull, me përjashtim të fisit El-Qahtan, që është në Yemen. Ndërsa lloji i dytë i arabëve janë arabët që janë arabizuar me kalimin e kohës. Dhe këta janë ata që quhen arab sot. Dhe ata janë të cilët hyrën tek arabët dhe mësuan gjuhën e tyre dhe flasin arabisht, dhe shumica e fiseve arabe janë nga ky lloj, lloji i dytë. Siç ka ardhur në një hadith nga dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe arabët janë nga pasardhësit e Ismailit. Arabët, që është lloji i dytë i arabëve, që u arabizuan me kalimin e kohës, janë pasardhës të Ismailit, djalit të Ibrahimit, el-Khalilit. Pra, fiset arabe të njohura që janë Qurayshët, Hudhayli, Benu Temimi, Benu Dous dhe të gjitha të tjerat, që të gjithë janë nga pasardhësit e kujt? Nga pasardhësit e Ismailit, djalit të Ibrahimit alayhi salam. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam u dërgua nga arabët. Allah thotë në Kur'an: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Juve ju erdhi një i dërguar nga vetja juaj, pra nga raca juaj, nga arabët. Dhe Allah thotë në Kur'an: "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim." Allahu i begatoi besimtarët kur dërgoi një të dërguar nga vetja e tyre, nga vetet e tyre. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam është djali i Abdullahit. Dhe Abdullahi është babai i tij, që është nga bijt e Ismailit ibn Ibrahimit. Dhe këta të dy, edhe Abdullahi, edhe Ismaili, quhen Dhabihani, nga që të dy kanë patur një histori që do bëheshin kurban. Qoftë Ismaili do bëhej kurban nga babai i tij Ibrahimi, qoftë Abdullahi do bëhej kurban nga babai i tij Abdul Muttalibi, do bëj kurban. Të dy kanë një ndodhi të përngjashme me këtë. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam thotë në një hadith: "Ene ibnu Dhabihaini." Është një hadith që ka
problem në zinxhirin e transmetimit, por kuptimi është i saktë. Edhe disa dietar kanë konsideruar dhe hasan, siç është Imam Axheluni, ku profeti sallallahu alajhi wasallam thotë ene ibnu dhabiheni, un jam djali i dy njerëzve që do bëheshin kurban. I pari kush është? Është Ismaili. Dhe i dyti është kush? Abdullahi, pra. Dhe ajo që është për qëllim është Abdullahi, pra. Dhe tjetri është Ismaili. Prandaj Allah thotë në Kur'an: "Ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madha tara." Kur Ibrahimi pra i tha djalit vet Ismailit: "O birim, un kam parë në ëndër që të therr." Prandaj shiko, çfarë të bëj? Çfarë i tha Ismaili? Qale ya abati fa'al ma tu'mar. Tha: "O baba im, bë atë që urdhron." Dhe ai që është për qëllim të ajet kush është? Është Ismaili apo është Ishaku? Është për qëllim Ismaili, djali i Ibrahimit. Ky është mendimi më i saktë që kanë përzgjedhur dietarët e komentimit të Kuranit. Si është dhe një mendim tjetër që thonë që është për qëllim Ishaku. Dhe kjo është e kotë. Ata që thonë që është Ishaku, është një mendim i kotë. Dhe nga ka ardhur ky mendim? Ky mendim ka ardhur nga xifutët, të cilët e kanë futur këtë lloj mendimi në librat e komentimit të Kuranit. Deri këtu kanë arritur pra ta futin këtë mendim te komentimi i Kuranit. Dhe ajo që është e sakta është që është për qëllim Ismaili. Pra, më pas autori thotë, dhe arabët janë nga pasardhësit e Ismailit, djalit të Ibrahimit El Khalil. El Khalil kush është? Është Ibrahimi alayhis salam, është mik i afërt i Allahut. Siç Allahu thotë në Kur'an: "Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila." Allahu mori Ibrahimin mik të afërt. Pra, e përshkroi Ibrahimin si Khalil, mik të afërt të Allahut. Dhe po ashtu është quajtur edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe ai është Khalilullah, thot Allahu ittakhadhani khalila, Allahu më mori mua mik të afërt, kema ittakhadha Ibrahima khalila, siç mori dhe Ibrahimin mik të afërt. Dhe ndërsa Musa alayhis salam është Kelimullah, është folësi i Allahut. Ndërsa profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam janë bashkuar të dyja tek ai, edhe mik i afërt, edhe folësi i Allahut. Mik i afërt është në këtë ditë që thash pak më parë. Ndërsa folësi i Allahut, kur i foli Allahu madhruar profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam? I foli në natën e Mi'rajit, kur u ngjit në qiell, pra. Dhe prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam është edhe Khalilullah, është edhe Kelimullah, është edhe mik i afërt i Allahut, është edhe folës. Allahu madhruar i ka folur. Dhe ai thot autori, jetoi 63 vjet. Jetoi 63 vjet. Pra, dhe lindi në vitin e elefantit, profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe jetoi për 40 vjet, pasaj i erdhi shpallja në moshën 40 vjeçare, dhe më pas u dërgua si i dërguar, pasi ishte profet fillimisht. Prandaj kur kaluan 3 vite nga shpallja, ai u ngjit në Mi'raj. Më pas jetoi 63 vjet, pra, jetoi profeti sallallahu alaihi wasallam, qoftë në Mekë, qoftë edhe në Medinë. Dhe më pas emigroi në moshën 53 vjeçare, emigroi për në Medinë. Dhe në Medinë më pas qëndroi 10 vjet dhe pak muaj. Derisa mbushi 63 vjeç, ndroi jetë sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këto kohë 40 vjet i kaloi, thot, para profecisë. Para profecisë. Më pas u bë dhe i dërguar. Prandaj thon disa nga dietarët e Islamit që i dërguari sallallahu alaihi wasallam qëndroi, thot, 3 vjet si profet, pastaj pasi qëndroi 3 vjet si profet ton, 20 vjet ishte, të tjera ishte edhe profet dhe i dërguar. Prandaj në fund autori thot: "Nuk bi iqra wa ursila bil mudaththir." Profeti sallallahu alaihi wasallam u dërgua si profet me fjalën Iqra, lexo. Ndërsa u dërgua si i dërguar rasul me fjalën Allahut të rasuar, ja yuhel mudaththir, o ti i mbuluar, qum fa andir. Siç kemi për ta marrë në mësimet në vazhdim të kësaj broshure, me kaq mjaftojmë për sot. Sallallahu alaihi wasallam ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.